Në një kohë kur ndërkombëtarizimi mbetet një nga sfidat kryesore të arsimit të lartë në vend, për herë të parë në Shqipëri, blidhen përfaqësues të mbi 15 akademive dhe institucioneve të tjera kërkimore shkencore europiane. Akademia e Shkencave të Shqipërisë e konsideron këtë takim forcim të bashkëpunimit me akademitë si motra. Në kuadër të negociatave për anëtarësim në BE dhe arritjes graduale të standardeve europiane, Shqipëria ka adoptuar në 2024 një strategji të zhvillimit të zgjuar, ku një vend të veçantë zë kërkimi dhe inovacioni në konceptimin e së cilës Akademia e Shkencave është një nga hartueset. Me të synohet që financimi drejt për drejt për kërkimin të arrijë në nivelin e mbi 1% të prodhimit të brendshëm bruto, që për ne do të thotë një hap të madh, si dhe ngritja e disa qendrave kërkimore elitare, kryesisht në nano e bioteknologji. Iniciativa këto të ndërmarra prej akademisë. Roli ynë është dhe rritja e interesimit për shkencën tek të rinjt, për të mos preferuar degët më të lehta e sidomos për të mos braktisur shkencat fundamentale. Ky takim organizohet në kuadër të Këshillit Ndërkombëtar të Shkencës në sallën Alex Buda në Akademinë e Shkencave.